i ka radha unë mes një kohët e gjatë me qenë në mesin e juve, në mesin e vllaznive të mi. Në fillim të kësaj fjales ju thash, o vllaznit e mi dhe motra, inshallah kom ardh për hir të Allahut. E bona dua, edhe ju bani dua. Ja Allah, më pa që më hynë këtë objekt, për Allah, na jep rezultate, ja Allah. Para dje kom fal namazin e xhumas me një salon të vogël, me një shtëpize, me një zyre të vogël. Bile ju kom thonë dje aty kush keni qenë pjesëmarrës, unë mo këtu të ju zvi, kështu nuk vi. Për çka jeni ju këtu? Me hangër, me pi dhe me harxhu? Për çka jeni? Ku janë evlat të juj? Ku janë familjet e juja? Ku janë rinia juj? Ku jeni ju? Bile ndoshta se u kam teprua, në gjuma ju kam thanë, për qështu, mos më thirrni. Ani, çka me ba, inshallah do të ndryshojmë gjendjen. Inshallah, thoni, inshallah. Mbështetjen Allahun subhanahu wa taala. Kjo është emaneti juj. Valla ju kështë thonë më shtu edhe pak ma përpare për s'ka vend, që ashtu qështë mund një rrini, se edhe këtu ngusht jemi, bani sabër veç. Allah ju ndërëf, bani sabër, me sabër që ndrohet, inshallah u ta'ala. Ine ma'al usri yusra. Kjo në kupton që kjo grumëll që jeni bon këtu, kjo jep me kuptu e qka, që na nuk jemi të gjallë për me bani vend më të madhë. Ju, shkurt pre shfrydzoj rastin, a jeni për një gjami i kretët? A qoni duart kush jeni kjo shë? Qoni kret, a jeni kret për një gjami? Atër në fund të shojmë rezultatin. Për shka, na nuk e rrejmë Allahun gjelle gjelalu. Vllaznit e mi, e ardhmja kësaj fes islame, e ardhja. Me qenë se dje gjumoha, ju tham të gjithëve, atë shka Allahu ka thonë në Kur'anin famlart në surët Us-Saf, ajeti i fundit, ku thot, Ja eyyuhalladhina amanu kunu ansar Allahi kama qala Isa ibn Maryam كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. O ju besimtar, bahoni argat, ne I them popullor që kosovar që argat, ndimës të Allahut, ndim të Allahut. Allahu po urdhnon, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, një fjalë shumë të çuditshme kam lexuar komet pa tekst. Men rajulun minkum yu'vini hatta uballigha risalata rabbi. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. A ka kush burra, shiko çfarë fjalë pejgamberi, a ka burra prej jush që më përkrahen ta çojmë fjalën e Allahut në vend, se kurejshët më kanë ndaluar me keme qua fjalën në vend, Allahu ja ka plotësuar këtë dëshirë, ensartë dhe muhaxhirin të Medine I kanë thonë nahnu ja Resulullah jemi me ty. E na a jemi me Resulullahin be vllazën, kallzoni drejt kështu. A jeni kret me Resulullahin? Ha? Unë prap jam qështu. Qoni duart kush është me Resulullahin t'ju shoh. Edhe femnet kush është me Resulullahin, kush është. Mirë ullë. Në fillim të këtij mexhlisi thash, o Allah, na jep të mirat e dynjas edhe të mirat e edhe të ahiretit, e na ruaj prej zjarmit të xhenemit. Vllaznit e mi, vallahi, po ju bëj bejnë Allah, nuk më kanë thonë këshilli organizativ diçka. Mos keq kuptoni, ja? Si të më kanë thonë,
Në të thojnë, jo hoqë ti po gënjesh, për rënsh, në të keni thonë, e ti po të s'na ka thonë. Mirë po unë ka shkoj, jam që ky. Mas pari po ju tham juve. A jini të interesuam me e bon ju në Göteborg një gjami, a jo? Po ju thom një fjalë të një hoqë se kam një në pe. Himmetur rijal, takla'ul gjibal. Për kushtimi burrave i rrafshon malet. Mirë, po kjo dën burra, jo ai gore. Kujtohemi mirë, Nuk po ju thëmë për gjonat elementare të vogla. Për shembull, s'po du më juve më ju munue, hajtë kushela duhanin. Po e ke dini ju vetë, çka më thonë më. Apo lipni çdo me bo sigur atje në sallë sportive të Hamita? Ose hajtë prej femnave motra muslimane, kush peve shamin. Psa se di ishti që unë me ta përmenda? Që të dyët? Jo, vallahi që të dyat s'po du më ju thonë, vete dini abonazman, edhe femnat vete dini abonazman. Ama, dishka tjetër po du me rezerv, me thonë për tutëm, për s'kam u tut. Edhe aton për ju thamë unë i pari. Unë i pari. Murtezi i dyti, inshallah kjo më kalon. Unë i pari për ju thamë. Ka 1.000 euro, ka 1.000 euro, jo ka 20 euro, jo ka 1.000 kruna, ka 1.000 euro për xhami. Kush është për me bon xhamin e juj këtu ka 1.000 euro, mi që u duhet. A di që ka bëj më vlazën të mi? A bëm që shtu një formë organizimi se me këto mbaron. Kreta ta që i kanë që u duhet, bën në rëndë në qëtonë. Hajde, qonu e lëshone ju që se kini lëshu dorën. Po dhe ju që kini lëshu dorën, hajde. Kretë në rëndë, ju të 1.000 eurove njëherë, kënina, hec. Hajde atë e më rëndë atë 1.000 euros. Mas ndajna dë dytit janë të 500 euros. Të paret 1.000 euros janë. Hajde, bismillah i pari. Pa më spishenu emnat me kamet, përdonë këran 1.000. Ja, emnat pja u shdurim, ja, hajde, bismillah. Me emën, kjo ka dalës për shkruj ka për më duket. Jo, emnat, hajde edhe në rënd, ka une edhe ka Murtezi, bismillah. Mësu keq kuptoni, islami që shtoa, feja jona që që. Na kemi pëlqyë edhe kemi. E ju vallahi një moftë, po si t'ja arrini qëllimit, vallahi mjetë hatri që s'më thirrni në motë. Që s'ja arrini, më s'më thirrni. U bon, 29. Ka 1.000 këta, edhe disa, 3 ka 3.000. 29, ta ka dhe një 1.000. Emnin? U bon, 3. Edhe ti ki 3 veta. Tash 500 që të kushon me 500 që. Tash kemi ratë shkalla e 3, e para ke 1.500, tash në 300. Kusho për 300 tash. A mbaroj, s'ka kategori 3. E kusho ka 100 euro. E krem Avdiu prej Mitrovicës selam jo kësua. Edhe Molla Bajrami, baba i vetë. Allah e vërcëf babë vetë.
Amin. Muhamedi me gjithë djemt, Ergjani 20 mikron. Ramadan, Haxhia 40 mikrona me djemt. Ja, shka firmasha, ata për mua në Kosovë shkem të bo. Unë e bolë për juve, tash edhe ju për mua. I kam vallahi 3 xhamia në ndërtime sipër. Edhe i kam tash 3 shtëpia të vllaznive tonë në Shkali. 3 i kemi marrë për sipër. Ato i kemi siguruar prej Hamit, po kretë janë siguruar, po edhe këtu kanë me lëviz dikush. Edhe qeveria jeme me këto që kam ardhë, deputeti, këshilltari ministrit, Qazim Rahmani, na jemi bashkë kemi ardhë, mjeshtrit e 2 shtëpiave i mori për sipër. Gratis. Tekbir! Aty, aje ka kry për sipër, nështë i paguje, nështë mos t'i paguje. Unë i dua pikën jashtë me i lyje mrena. Selam aleikum. E vllaznit Xhaferit tash se ky Murtezi mu më ka dhonë siklet që du. Vllaznit që vëllë Xhaferi. 2 euro, inshallah. Sa jeni ju? Sa vllazën? 2. Edhe një i ka dhonë atje 3.000 euro. Xhaferi. Ta mas janë me mua bashk, unë 500 pja ushtoj, 2500. Që pja shkruj 2500. O, Gjerman, ku është e vllavjem tjetër, Gjermani? 2500 Bashk, euro. bashk. A u bo. Allahi ju dhasht bereqet, vallahi, me vallahi po bëjbe, ndoshta zbaj shybe, po ndoshta këm ardhë për i zatë zotë. Inshallah këm ardhë për i zatë zotë. E si ta është kjo për i zatë zotit, e vallahi si ta bani qatë gjamin matë mirë se që tu ku jemi, inshallah s'harroni më ma quhe një selam më ardhë. Po deri atëna kena me i bon edhe ato që shpjudhën. A qeveria s'po premton kur gjo. Liberalizimin e vizave atër kë marrë pa më thirë. Ha? Qëtoa? Këto emanet janë. E unë e ta krye dhe emanetin të. Tekbir! 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 Inshallah Allahu Gjelle Gjelaluhu ju ndihmon. Emnin tem shlyje se mos jaf. E tash me burrat mbaruam. Tash me grat. Kush ka pare, ka 100, 200, sa mundet 300, sa mundet. Nëse s'mundet ato, halkën, vëthat, unazën, për gjamit Allahut Gjelle Gjelalu. Kurse ato vëtha, halka, unaza, qafore, ato na i ndrojmë atje, i ndrojmë pa hile. Se kemi shok, hafëzlar, argjëndar, që kështu që kërkoj prej motrave tash ja u japim lapset, edhe ju shka kontriboni, shkruni emnet, edhe shka kontriboni, se nuk është gjeneti vetëm për mashkuj. Po ndëgjoni motra që shihet në gjenet femnet. Ka thonë pejgamberi juj edhe joni alayhi salatu wassalam. Idha sallat il mar'atu khamsaha, wa samet shahraha, wa ata'at zawjaha, wa hassanat farjaha, yuqalu laha yawm al-qiyamah, udkhuli l-jannata min haythu l-abwab shit. Që të më thonë, nëse femna muslimane e falë 5 vaktin, manin me të dhe burat kalzon ju, muslimania falë 5 vaktin, agjeron Ramazanin, respekton burin e vet dhe e ruan nderin e vet, i thohët ditën e kiametit, hynë e gjenet nga cilat der duesh në 8 dyert e gjenetit. Allah i na i boft gratë tona qashtu. Motrat muslimane ju, motrat e mia, as ka kërkush që do të mbulohet sot? 1, 2 veta, vetëm 2, 3, për hajru koft mbulesa, deri në vdekje s'ka mua më unë shplua. Tekbir! 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 Allahi kabulli o boft, tobe istikfarin. E tash për fund të kësaj fjallës e vllaznit e mi,
ta shoh sa cigare keni me mpru këtu edhe me gjithë shkrepsen, me shkreps. Vallaj shkrepsat kam i quen Prizren. A ka dikush, a s'ka këtu, s'ka me Londonin kush. Kjo manane ka s'ka tu hëngji këtu. Ha? Atëherë pra, kërkoj falje për Një vëlla e pas ka që dorën që të do me Londonin. Aj se pi. Pra, ju përgëzoj, ky mexhlis ka qenë i bekuam. Allah ju bekof të gjithëve, u arrit numri 52.300 euro. Tekbir! Tekbir! Edhe tash diçka tjetër për fund, mande ju përshëndes të gjithëve. Të gjithë ju kini vllazën dhe motra dhe shok dhe koleg, sikur vllau Hoxha Ekrem që janë këtu, prej Mitrovicës lej solli hajrin atje, do më thonë prej 3.000 kilometrave, edhe ju kini se kjo shifër 52.000, inshallah ka me shku në 500.000, e ka me kohen mashallah. Kjo çdo start që shtu shkon, as kerri nuk niset 100, niset 1, 2, 3, 4, në ditën 5, 6, për 6-7 sekonda bëhet 100. Allahu Gjelle Gjelalu koftrazi me këtë mexhlis ya Rabbil Alamin. Ma boni halal vllazën dhe motra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.